një shumicës, por si pas informatave edhe si pas lajmave brenda korit diplomatik në Balkan, flasim për Zagreb, Beograd, Ljubljan, ne në maj do të kemi një konferencë për Balkanin perëndimore, i organizuar dhe i agenduar nga administrata amerikane. Boll janë lodh me ne. Konferencë për Ballkan që do të thotë, që të kërkojnë zgjidhje për çështjet e hapura. Mund do këtë në ajo konferencë do të matën rezultatet. Qka e ka bo Serbia, qka Kosova në atë marrëveshjen e Brykselit edhe aneksat e Ohrit. Ne e dim që ekziston dy senda tash. Pranimi de jure e pavarësisë së shtetit e Kosovës nga ana e Beogradit, edhe vetë menaxhimi për komunitet serb në Kosovë. Ne kemi tash edhe një sfidi madh për administratën amerikane, që edhe pa lidhje edhe ne kemi hinë në atë loj me Bosnia. Mund do këtë që në këtë konferencë ekziston mundësia që ose nuk vazhdohet dialogu serioze me vendimet serioze midis Beogradit dhe Sarajevës, Beogradit dhe Prishtinës, ne do të kemi një mund do këtë administrator nga administrata e Trumpit, cili do të mendoj edhe do të rigjalloj atë projektin e ndrimin e kufive në Balkan. Ajo u ndalua, u stopua me ligj, zoti Kërstiç, në Amerikë. Trumpi është, me Trumpin, ai projekti është... Ska kohë Donald Trump me Umar, ne, zoti Kraki, ne e dim që Amerikanët tërë Balkan në asë një shtet nuk e kanë vendosë. Në Balkan së që ka qështjet hapëra. Një qështje hapëra është Serbia pretendim territorial mbi Kosovën. Jam të pajtu pyetjen, edhe reagimin juaj. Ne nuk kemi ambasadorët asë në Prishtinë, asë në Beograd, asë në Sarajev, asë në Shkup. Që do me thonë, Amerikanët janë në atë pozit që mund do këtë nuk kupton sendet aktuale, asë në Kosovë, asë në Beograd, ose nuk pajton me ata që